Kalojmë një moment tjetër, që vazhdon të jetë interesant dhe po ka që... Qesharak, sa ky. Tragikomik është dhe ky. Aeroporti Vlorës në dorë të mashtruesve ka mbetur tani. Çfarë po ndodh me aeroportin e Vlorës? Çdo 2 muaj ne mlidhemi dhe aty në aeroport do ndodhin ngjarje të ndryshme. Shere, ka vendime gjykatash, por në fund nuk ka asnjë zgjidhje. Dhe kryesorja nuk ka aeroport. Ne mlidhemi, se flasim, diskutojmë çfarë është kjo gjë tani, Klodi, se ti e kupton. Kjo është gjitha një histori e turpshme, qesharake dhe turpshme, që tregon se si ky shtet është i papërgjegjshëm deri në këtë pikë. Janë dy ortak, të cilët kanë probleme, kanë konflikt me njëri tjetrin dhe që kanë marrë peng një vepër kaq të rëndësishme publike, se duket sikur askush dhe askujt nuk i bën përshtypje kjo. Aty, si që theti, ka pas vendime gjykatash, kundër vendime që eri japin të drejt njerëz palë, pastaj eri japin të drejt palës tjetër, por ndërkohë nuk zgjidhet asgjë. Sot Bexhet Pacolli madje ka dalë në deklarat dhe thotë që aeroporti është marrë nga grupe kriminale, mua më kanë kërcënuar me jetë, edhe një historira nuk e kuptoj se si mund ndodhin, por e gjitha është një histori shumë e madhe turpi, me kosto shumë madh, shumë të mëdha për qytetarët, sepse ai aeroport po mbahet peng, ai duhet ishte funksional që vitin e kaluar, u shty në afat në shkurt të këtij viti, nuk u hap as në shkurt, nuk u hap as për këtë sezon turistik, sepse ai për atë punë është në funksion turizmi, në funksion sezonit. Sidomos për sezonin. Për sezonin, se ndihmon zgjedhjen e rrjedhë. Po, ka gjasa që mos hapet edhe për një kohë pacaktuar. Pra askush nuk e di. Dhe tani e gjitha çfarë po ndodh aty, duket sikur të gjithë po bën një lojë që si të bëjnë ndonjë gol të madh arbitrazhi apo të fuzin ndonjë karrem për t'i ekspozuar qytetarët përballë kostove të tjera edhe më të mëdha. Por ka një gjë që unë nuk kuptoj në gjithë këtë histori. Pse nuk ndryrojnë spaku këtu? Se kjo histori është bërë aq e madhe tani, sa që nuk mund të lihet me këtë që jo po shkon njëra palë bën kallëzim prokurori, shkon pala tjetër bën kallëzim prokurori, njëri aksioner akuzon tjetrin, këtu duhet ndryj spaku dhe duhet andaj këtë histori. Sepse ata 2 aksioner që akuzojnë njëri tjetrin duhet gjendet kush është fajtori, kush e bën gjithë këtë kaosët. Jo vetëm spaku. Jo spaku, aty duhet të spaku. Jo vetëm spaku, se kemi edhe një lider global ne. Fal, një sekondë, 2 fjali. Kemi edhe një lider global ne. I ka miq ata. Ai e ka fuqinë ti thras, ata, thras dhe prokurorin, të flasin dhe me të gjithë, dhe t'i detyroj ata të mos bëjnë e mos kërruen me paratë të shtetit shqiptar. E ka fuqinë. Pse se bën? Ai mund të ketë shumë fuqi. E ka fuqinë. Ai ka fuqi për shumë gjëra. Por në këtë situatë, ai është mirë mos bëj asgjë, sepse me çfarë po shoh unë, gjithë kjo punë prandaj po bëhet që të fusi hundët qeveria dhe të ngrihen çështje nëpër arbitrazh pastaj. S'ka pse i fut hundët publikisht ai. S'ka pse i fut hundët publikisht, siç i futi me Agon Channel. Ai mund t'i fusi, mund t'i thrasë ata njerëz në zyrë dhe të flas me ata njerëz. Jo, edhe me Agonin i futën edhe jo publikisht ata dhe dolin në arbitrazh, sepse ish sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë nuk e bëri publikisht takimin me Beketin. Po fal atij takimi dhe gjërave që u thanë aty, është vendim të arbitrazhit ajo. Ajo ishte një nga arsyet kryesore që u vendos gjoba 110 milion euro. Por nuk është ky thelbi. Këtu ka një histori ku 2 njerëz akuzojnë njëri tjetrin për krime monstruoze. Njëri thot më ke kërcënuar me jetë, tjetri thot më ke grabitur, edhe ti më ke kërcënuar me jetë, njëri thot je lidhur me rus, tjetri thot je kështu. Pra kjo është një histori
që duhet të ndërhyjme pa tjetër SPAK, dhe t'i japë ta zgjidhi këtë punë, kush është problemi? Po që kam një pyetje, si pretendojnë që të ndërhyjë SPAK në këtë çështje, se me sa di unë ka një hetim dhe fokusi SPAK-ut janë ose grupet kriminale, pra që është krimi organizuar, ose korupcione. Kjo është veprimtaria. Dhe me sa di, hetimi ka nisur me dyshimin e përfshirjes së zyrtarëve të lartë në paracaktimin e procedurave të dhënjes. A e ka objektin? A e ka këtë hetimin? Po ka që është. A ka marrë disa masa sigurie, pra duke regjistruar procedime penale të zyrtarë të lartë të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë? Po jo për këtë rast. Si jo për këtë rast? Nuk ka një. Për aeroportin e Vlorës. Për aeroportin e Vlorës. Për koncesionin e aeroportit të Vlorës. Po duhet të ndaj edhe këte histori, pra se a i nuk mund të ndaj që unë... SPAK nuk mund tjetë gjykat si që zgjidh një konflikt mes dy aksionerve. Ne kemi një pretendim të Zotit Pacolli që pretendon që po ja rëmbejnë pjesën e aksioneve të tij të aeroportit Vlorës. Kemi dhe pjesën e Valon Ademit, i cili pretendon që të ketë që të gjitha aksionet. Ajo që unë kuptoj janë gjykatat të cilat pse kanë blokuar deri më sot 47% të aksioneve që nuk kontestohen nga vetë Valon Ademi dhe duke i lënë aksionerit minoritar administrimin dhe si rezultat blokimin edhe të punimeve. Po tjetë për çështja ambientaliste, pse shqiptarët sot po protestojnë aty, mirë është që aeroporti Vlorës të mos ishte ndërtuar fare në atë zonë dhe jo turizmi, sepse ai do ishte një aeroport personal i ngritur qëllimisht për resortet që do të ndërtoheshin në Zvërnec për të pasurit. Atë, historia... Çështja është, çfarë ndodh kur nuk zbatohet vendimi i gjykatës lartë në shtetin shqiptar, Klodi? Që është një vendim gjykate. Po pra, dhe që dikush tjetër shkon me kamiona, bllokon derën dhe policia s'bën asgjë. A është objekti SPAK-ut? Cili? Se kush e ka fuqinë të mos e lejoj zbatim? Mos veprimi i policisë. I policisë, i ministrisë. Ministrit, po. Po pra, këte po të them. Pra, ne kemi një histori që kjo në prokurorinë e Tiranës është kallëzuar ka qënë shtator, vjetë shtator. Pra, po ben gati vitin. Dhe nuk po ndahet asgjë. Shiko, ka një tim të SPAK. Dhe në Mosgaboj, në datën 12 prill të këtij viti, ka marrë të pandehur, ka marrë në hetim, me akuzën për shkelje të barazisë në tendra, Klejda Angjelën, sekretare përgjithshme. Të Uta Balilin, pra Komisionin e Vlerësimit të Koncesionit. Të koncesionit. Dhe, pra, këtë hetim ka SPAK-u aktualisht. Ndërkohë, një nga problematikat që ka SPAK-u, për rastet që ka të bëjë me korrupsionin, është koha dhe hapësira. SPAK-u pret në jetë të piqen kushtet që ata të kryejnë veprimin. Ndërkohë, ky është një investim strategjik i qeverisë shqiptare, i cili ka një impakt shumë të madh edhe mbi ekonominë shqiptare, edhe për qytetarët shqiptarë. Dhe kur ti shikon një konflikt aty, i cili përveç se çon në fund këmbëve imazhin e shtetit shqiptar, është edhe qesharake kur ti aty shikon lloj-lloj njerëzish, në një konflikt që nuk jep zgjidhje as policia e shtetit, as prokuria e Vlorës, po them prokuria që është aty lokale, sepse vetëm në momentin ka kallëzime dhe prokuria e Tiranës. Po them, që nga atë rast dhe le më pastaj më mbrapa, kur ti ke deklarimet publike të ish-zëvendëskryeministrit Zotit Balluku, të ministrit të linjës, të kryeministrit, pra vend për të hyrë SPAK-u dhe për të hyrë shpejt, ka. SPAK-u e ka hapur një hetim, pra po merret me komisionin e tendrit, por nuk është ky e koncesionit. Por nuk është ky problemi i madh që kemi sot. Problemi i madh që kemi sot është kemi ngelur në një ngërç që është qesharak. Secili nga ata merr një grup gangsterësh, merr një polici private dhe përballen atje. Ore po do vriten. Kam për të vrarë. Aty do ndërhyjnë pastaj. Po ndodhi ai. Duhet vriten. Ndodhi ai, jo, po kjo është këtë kërkojmë kur them hetim në kodën hapësirës, pikërisht parandalimi. Nëse ne do ndërhyjmë mbasi të ndodhur, se nuk është çudi të ndodhë herë tjetër, me ata që pashun atje në fundit, secila nga palët ka marrë muskujt e vet. Ata një ditë do të dalin nga ajo kontrolli që kanë. Dhe nuk është çudi të ndodhin para kësaj situate, por më tepër që na ka bërë një vend qesharak. Kemi dy aksionerë, të cilët janë futur në konflikt me një tjetrin, edhe kanë lënë shtetin, po sikur të ndodhi dhe portit Porto Romanos që kemi ne. Po sikur të ndodhi këta Ekurudhës që s'mbaron kurrë,
që është Ekurudh, ai tjetri me kazma me lopata mbaron për 6 muaj. Unë nuk e di sa vjet ka Ekurudha e famshëm kemi ne. Pra, nëse ne na ndodh në çdo sektor që aksionerët e kompanisë, masi kanë marrë koncesionin, krijojnë një situatë të tillë. Pra sot djera nga palë thonë unë dua të punoj, thotë mos më lë ky tjetri. Ai tjetri edhe brenda jo thotë ti s'mund të vish të punosh këtu brenda ato, sepse pa u sqaruar kjo situata. Dhe në fakt, gjithë ky konflikt nuk po ndodh se ata ortakët, pra valoni dhe buxheti janë në një konflikt mes tyre. Konflikti është më i madh. Por asnjëri nga ata nuk e thot kush përgjegjësia e shtetit dhe me kë zyrtar të lartë ose politikan të lartë. Ata kanë bërë deal, me kë kanë bërë marrëveshjen? Në fakt kanë ndihmuar. Ky është problemi i madh. Kanë ndihmuar Pacolli tani pak. Tani ata nuk mund të inkriminojnë veten, ne nuk mund ta presim këtë. Po tani, nëse duan të zgjidhin situatën, shiko. Jo, si të zgjidhin situatën, thonë. Ne jemi qytetarë të Shqipërisë, duam aeroportin punë. Ore, shiko, mbas ata. Në këmbim të aksioneve. Mbas ata. Po pikërisht të duhet thot ai, cili ministër shqiptar i ka thënë që kur të mbarojë punimet kaq % aksioneve do kalojnë këtë llogari. Se dikush e ka bërë këtë. Ë? Kështu ka ndodhur, prandaj janë aty ata. Cili e ka bërë? Kush është ai i lartë që ka krijuar këtë situatë? Sepse ne sot shohim vetëm pikën fundore, ata që përplasen. A ka shanse të zgjidhet kjo çështje apo do të ndryshë shteti? Kështu siç ka nisur ylli. Duhet të ndryshë shteti, nuk ka shanse. Por vendimi i gjykatës lartë. Vendimi i gjykatës lartë ka rrezuar 2 vendime të shkallëve të tjera. Ata kanë bërë kundër. Duhet të zbatohet vendimi i gjykatës lartë dhe minimalisht të mbarojnë punimet që të mos ketë kosto të paktën ekspozimi për arbitrazh, duke qenë se kemi një vendim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, zotit Enea Karakaçi, që i kalon vetëm 30 ditë kohë para 2 javëve në mos gaboj, pra edhe 2 javë kanë mbetur. Selim Pacolli tha po na la tha për 1 muaj e mbarojmë ne tha, për 30 ditë e mbarojmë. Jo, nuk zgjasin 30 ditë certifikimet. Jo tha për punimet. Madje po të shohësh edhe punimet nuk shkojnë më shumë se 70 milionë euro vlera e investimit, ku kanë faturuar me kushte tregtare, ku MAPCO veti ka dhënë hua kompanisë Via, ndërkohë që Valona Ademi me 2A grupin ka faturuar me normë fitimi. Atëherë ku e ke koncesionin këtu të bie të rrezohet koncepti koncesionit? E kishe bërë me prokurim publik, hapje garën pastaj merre kompaninë e operimit, ndaje të ardhurat, po kështu është kushdo gjë e ke tentativën ta bësh me korrupsion dhe me paracaktim. Këtë do ta bëj pastaj nuk më pëlqen personi në fjalë dhe të futet në aksion. Rëndësishme është që ne nuk kemi aeroport. Dhe për këtë vit ne s'do kemi aeroport. Lideri global që ndërhyn tek gjitha. Sigurisht, prandaj thashë ajo është lart, dilli është bërë lart. Sot ne po shohim vetëm pikën fundore. Por ai që ka bërë këtë gjë, duhet në hyj për ta zgjidhur se s'mund të shkojë kështu. Iku viti kaluar. Nuk do ta zgjidhë ai do të ndryshojë aksionerin atje. Shikon, ne si qytetarë na intereson të bëhet aeroporti dhe pastaj ta zgjidhin gjykat ku duan ata. Jo, mua si por në moment që ai bllokon aeroportin. E di çfarë më intereson më shumë Martan? Që çështja të mos shkojë në arbitrazh dhe shteti shqiptar nga dehja të bëj gabime dhe nga forca, disa zyrtar, disa për shkak të delirit të pushtetit, disa për shkak sepse korruptohen edhe kur çështjet janë në arbitrazh, të bëjnë gabime. Pra rrezikohet arbitrazhi. Po patjetër. Po sepse e ka kërcënuar disa herë zoti Pacolli. E gjet Pacolli është duke luajtur gjithkohon për arbitrazh. Dhe kërkon me sa kam kuptuar një shpërblim rreth 310 milionë euro. Dhe Bexhet Pacolli mund të ata do marrin 700 se është plani i biznesit për Po ajo është 700 milionë euro. 700 janë të ardhur. Marrin ata pa bërë para aeroportit e kështu. To. 700 janë të ardhur ajo. Bëri do çetralin Beketi. Beketi këtë punë ka bërë. Atë i ishte mjeshtër. Ai hapi kantieri Kalivaçe. Pacolli i ka hyrë kësaj rrugë fortë. Po tani me çash shkruan edhe. Por me lek pa harxhe, mos është. Çdo gjë e ka me studio ligjore, pra rrugën ligjore, ai është duke e respektuar, duke e dokumentuar, duke sikur doli në një intervistë ku dha paralajmërimin e fundit që të mos hapte betejë ligjore në mos gaboj tek zoti Fevziu. Aty artikuloi dhe shifrën e investimeve që nëse mblidhet shkojnë diku te 310 milionë euro që pretendonte. Pra, ajo intervistë. Pra e thënë me 2 fjalë, me 3 fjalë, me një tërë fjalë, do të thënë, Pacolli gjithmonë fiton. Nëse shkon kështu situata? Allah, thoj, shkrypente. Pacolli ka mundur Jelcinin dhe rusët o burë. Ajo është një... Aty duhet të hyjë spaku dhe aty duhet e tuar me themel, duhet e tuar... Aty duhet të hyjë spaku, to edhe t'i nxjerr fundin e kjo që do bërë. Duhet e tuar faturat, shpenzimet, situacionet.
gjdo deal financiar, veprim financiar që është bërë, Ata tani po akuzojnë njëri tjetrin për falsifikime, për futje parash të krimit, do me thonë, ata po nxjerrin nga sheri, nga zënka, po nxjerrin çfarë është bërë dhe si janë futur parat e aeroporti Vlorës. Ola, nëse ne shpallim non grada Iqbale Udutin, nuk ta bën ai dëm madh ajo Iqbalja. Dëmin ai bëjnë këta. Ne merremi me ato. Po pra, të kysh dhe ai është objekti i sigurisë kombëtare. Aeroporti është objekti i sigurisë kombëtare. Më mirë ta lënë Iqbalen të hyj lart e poshtë. Pacolli mund na shpall ne personon grada, jo të shpallin ne. Iqbali është për bërë zhurmëlla, të mulojnë gjëra të tjera. Do me thënë, ju thoni mund të hanë dhe arbitrazhin edhe aeroport tuaj, nuk mund të ketë gjitha të presim atëre këtu. Çdo ditë që vonohet hapja e aeroportit është një kosto financiare dhe dëm ekonomik që u fatërohet së pari taksapaguesve shqiptar, qytetarëve shqiptar. Atëre unë kam disa u merr shteti këtyre për çdo muaj vonesë. Gjop, 10.000 euro. 10.000 euro. Për çdo muaj vonesë nga fati i shkurtit që duhet. Atëre edhe një gjë tjetër kam unë. Ato nuk i paguajnë ata. Proces është ky me Bushatin shpesh e themi ne këtë, pasi mbarojmë në një temë, themi proces është ky tani dhe vazhdon.